Mirë se keni ardhur në webinarin ton të dytë për sa i përket kujdesit të informuar nga trauma, derisa të lidhen të gjithë në seminar. Do të presim për pak minuta, ashtu që të kyçin të gjithë. Besoj jemi gati të fillojmë. Mirë dita të gjithëve dhe mirë se keni ardhur prapë në serinë e seminarëve tonë virtual pas një të seminarit të parë. Uh, unë jam Suzana Lutolli dhe unë do të moderoj sesionin tonë 90 minutësh para se të ecim tutje dhe të flasim për atë se çfarë do të diskutojmë sot. Do doja të jap fjalën Maria Vuksanit, që është koordinatori i projektit të kujdesit të informuar nga trauma, që do të flas pak për agjendën për vetë projektin dhe disa rregulla të këtij sesioni. Maria, nëse je gati, ke fjalën. Faleminderit shumë Suzan. Faleminderit që na jeni bashkangjitur për këtë seminarin e dytë për 3 në seri. Para se të fillojmë, më lejoni vetëm të përmendi disa rregulla kështu shtëpiake. Kohëzgjatja e seminarit është 90 minuta, duke filluar nga ora 2 deri në 3:30. Gjuha e seminarit do të jetë në anglisht. Ju lutem ta keni parasysh që përkthimi ofrohet në shqip, bullgarisht, rumanisht. Për të qasur përkthimin, ju lutem klikoni në ikonin e globit në fund të ekranit. Të gjithë pjesëmarrësit do të kenë mikrofonat e shurdhër. Nëse ka pyetje për sa i përket panelistëve dhe përmbajtjes së seminarit, ju lutem të përdorni funksionin Q dhe A, që është pyetje përgjigje, dhe vetëm ato pyetje do të marrin përgjigje gjatë seminarit. Do të ketë një kohë të caktuar për pyetje dhe përgjigje në fund të seminarit. Nëse jetoni ndonjë vështirësi teknike, ju lutem të shkruani në chat. Sa i përket regjistrimit, incizimit, ky sesion do të incizohet dhe gjitha materialet do të ndahen me ju pas seminarit. Ju lutem ta keni parasysh që nëse dëshironi të merrni certifikat për të pjesëmarrjes në këtë seminar, ju lutem të ndiqni udhëzimet që janë dhënë në chat. Vllajt i radhës, para se të filloj me temat dhe e këtij seminarit, të flas ca fjalë për projektin Caring 2, që është parandalimi multidisiplinor dhe reagimi ndaj dhunës në dhe përreth shkollave. Caring 2.0 ka të bëjë me dhunën dhe është bazuar mbi zbatimin e suksesshëm të projektit transnacional, dhe ky projekt synon të kontribuojë të përforcoj dhe funksionalizoj një sistem të integruar të mbrojtjes së fëmijëve përmes parandalimit shumë disiplinor ndaj dhunës në dhe brenda shkollave, duke përfshirë dimensionin gjinor dhe pjesëmarrjen e fëmijëve, sidomos të atyre në situata të cenueshme. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian. Slajdi i radhës. Vendet implementuese të këtij projekti janë Bullgaria me partnerët tanë SAPI dhe asociacioni Roditeli Kroaci, Brave Phone, Greqia me Tardezom, Hungaria si rol koordinues i Tardezomit, Kosova Tardezom, Rumania Tardezom. Objektivi i përgjithshëm i projektit është që të avancojë funksionalitetin e sistemeve të integruar të mbrojtjes së fëmijëve përmes parandalimit dhe reagimit multidisiplinor ndaj dhunës së lidhur me shkollat, duke përfshirë dimensionin gjinor dhe për të promovuar pjesëmarrjen me bazë të drejtave të fëmijëve, sidomos të atyre në situata të cenueshme. Për të përmbushur këtë objektiv, projekti është konceptualizuar përmes një thirrje socio-ekologjike që vë theksin tek shtresat të ndryshme, individin, familjen, moshatarët, komunitetin dhe shoqërinë, edhe mënyra si secila shtresë preket apo prek të tjerat. Për të adresuar në mënyrë tërësore dhunën ndaj fëmijëve, përpjekje të
përbashkuara në shtresat ndryshme të ekologjisë sociale të fëmijëve implementohen përmes një sër metodologjive që përforcojnë njëra tjetrën për të ofruar një bazë të fortë për shpërndarjen e rezultateve. Ky është seminari i dytë në serinë prej 3 seminarëve të ekipeve multidisiplinor duke përfshirë edhe stafin e shkollave, punëtorë social, profesionistët e shëndetit mendor dhe të tjerë që punojnë me fëmijë në këto tema të ndëlidhura. Seminarët janë të dizajnuar që pra nëse im prej 3 seminarëve që organizohen për të ofruar një përbujë mësimore midis profesionistëve të fushës së njëjtë. Metodologjitë që përdoren brenda këtij projekti janë kurrikula caring për personelin shkollor dhe 2 vegla ose mjete përcjellëse të kurrikulës. Not in my class, not in my chat, është duke i përmendur disa materiale, pakoja e trajnimit të kujdesit të informuar nga trauma për ekipet multidisiplinore, si dhe kemi edhe bordin rajonal të fëmijëve dhe të rijve, që është bord këshillues, që janë një rajonal dhe 5 nacional të tillë, pra mbështeten dhe zhvillohen si mekanizëm i testuar për të siguruar pjesëmarrjen domethënëse të fëmijëve në procese vendimarrëse që ndikojnë në jetën e tyre. Faleminderit edhe një herë dhe i kthej fjalën Suzanës. Faleminderit shumë Maria për prezantimin e projektit dhe punën e shkëlqyeshme të Terdezomit në kujdesin e informuar nga trauma, para se të ecim tutje disa gjëra të vogla sa i përket pyetjeve. Duam të kemi një seancë pyetje përgjigje në fund, pra do të përpiqemi të përgjigjemi pyetjeve tuaja të mundshme dhe për ta kaluar më mirë që të reagojmë siç duhet, do t'ju kërkoja të gjithëve. Nëse keni pyetje, të i shtoni aty në kutin Q&A që dhe A, pyetje dhe përgjigje pra, çfarë do pyetje në chat nuk do të adresohen sepse është e pamundur për shkak të arsyeve teknike gjatë këtij sesioni të shkurtër. Pra nëse nuk i arrijm të gjitha pyetjet, pastaj do t'i shkruajmë në një dokument që do të ndahet me secilin. Atëherë kështu, ti kthehemi të sotmes. Tema ka të bëjë me traumën zhvillimore, çfarë ndodh kur marrëdhëniet paraprake nuk ofrojnë vetë bashkë rregullimin dhe pastaj si kjo ndikon në marrëdhëniet e ardhshme. Do të flasim edhe për mentalizimin që është vegël e këtij kujdesi, pra mundësi për të pasur të tjerë parasysh derisa qëndrojnë vetë të rregulluara. Pra, duhet të lëvisim nga reagimi në përgjigje dhe në shmangje të përgjigjeve gjykuese. Pastaj do të trajtojmë edhe hijeshin sociale dhe se si këto trajta kulturore e ndikojnë punën me traumën. Tani, do të ftoj Vedrana Viljevac Baric, kolegja jo nga Kroacia, që do të flasë në pjesën e parë të këtij seminari. Vedrana, ke fjalën. Faleminderit shumë Suzana. Ju gjatë jetat të gjithëve dhe faleminderit që jemi me neve. Unë jam Vedrana dhe unë do të jem udhëzuesja e temës së parë, trauma zhvillimor dhe mentalizimi. Tani, për një 20 minuta me radhë, dua t'ju ftoj që të ngadalsohemi, të marrim kohën e duhur, do të trajtojmë afërsisht se çfarë ndodh nën sipërfaqen e sjelljeve që i shohin tek fëmijët dhe të rinjt. Sepse qëllimi ynë i sotëm nuk ka të bëjë vetëm me ndarjen e informacioneve, por për të na ndihmuar të gjithëve të mësojmë të i kalojmë vetë sjelljen, të shohim çka ka përfundi dhe të fillojmë të kuptojmë emocionet, betimet, dhe gjitha ato që qëndrojnë për fundit tyre, pra nëse punojnë në shkollë, si me fëmijë, tashmë e dini që sjellja nuk është asnjëherë storia e plotë, është thjesht një sinjal, është një formë komunikimi, shpesh kur fjalët janë më të vështira të gjenden. Pra sa do të flasim
do të përpiqemi të mësojmë atë gjuhë së bashku. Pra, çka do të trajtojmë sot? Këtu në slide paraqiten katër fushat kryesore tonat. Më së pari do të flasim për traumat e hershme në marrëdhënie, do të flasim pak për bashk rregullimin, pas kësaj do të shohim modelet ose vazhdimsitë e sjelljeve dhe në fund do ta përmbyllim, do ta lidhim gjitha këto me mentalizimin. Është shumë e rëndësishme të kuptohet që këto fusha nuk janë të ndara, janë të gjitha të ndërlidhura dhe gjithsesi që ndikojnë njëra tjetrën. Mendojni këta si kështu, kur një fëmijë përjeton trauma të hershme në marrëdhënie, sistemi nervor ka shumë të vështirë që të qëndrojë i rregulluar dhe kur është të vështirë të ndjesh rregullimin, sjellja bëhet strategji mbijetese, një mënyrë për ballafaqim me kushtet dhe mentalizimi pastaj bëhet çelës, bëhet vegël për dekodimin e kuptimit prapa asaj sjellje mbijetese. Tani për t'ju dhënë një shembull real, një mësimdhënës vrejnë dy nxënës në klasë, njëri fëmijë ndërprejnë të tjerë, gjithmonë flet me zë, ndërsa fëmia tjetër gati as nuk vret që është aty. Asnjëherë nuk ka folur në grupe. Në sipërfaqe duken krejtësisht të kundërt, por të dy këta fëmijë janë rritur në rrethana të paparashikueshme e kaotike. Pra, një fëmijë ka mësuar mësimin e fuqishëm që vetmja mënyrë për të vërejtur është që të bësh më i zëshëm se sa kaosi përreth meje. Por njëri fëmijë ka mësuar atë mësimin tjetër, pas të fuqishëm. Pra, vëmendja është e rrezikshme. Nëse më vrejnë, mund të më ndodhë diçka e keqe. Pra, duhet të jem i e padukshme. Do të thotë sjellje të ndryshme, por të dyja kanë rënien e njëjtë për marrëdhënien e hershme traumatike. Tani, këtu na sjell tek një prej parimeve kryesore të cilat do të diskutojmë sot, sjellja që nuk është vetëm rastësore, është strategji mbijetese, ajo që shohim jashtë bërtimat ose tërheqjen, refuzimin për të angazhuar, kjo është shpesh sistemi nervor që përpiqet me aftësitë e veta që të komunikoj. Pra, kur një fëmijë sillet ashtu, është e lehtë të ndihesh i frustruar, por kur i vendosim syzet tona të kujdesit të informuar nga trauma, bëjmë pyetje, jemi kurreshtar dhe pastaj vazhdojmë të pyesim çfarë synon të mbrojë kjo sjellje, ose cila është nevoja pa plotësuar, ose nga çfarë mund të friksohet ky fëmijë. Pra, fëmijët vazhdimisht na tregojnë me veprimet e tyre se sa të sigurt apo të pasigurt ndjehen. Pra, puna jonë është që të mësojmë se si të reagojmë ndaj asaj sjellje me kurreshtje e jo të përpiqemi ta kontrollojmë atë. Mirë, pra, ta definojmë këtë gjë, çka është trauma zhvillimore, ndodh pra kur të marrëdhëniet më të hershme të fëmijës në jetë, pra vetë ato marrëdhënie që supozohet të krijojnë siguri, në fakt njollosen nga paparashikueshmëria, frika, kritika, ose thjesht nuk shihet, nuk vrehet emocionalisht. Dhe kjo pasaj përfshin edhe ato që nuk ka ndodhur. Pra, komforti, rehatia, dashuria ose siguria që nuk janë të pranishme. Këto përvoja të hershme i japin formë çdo gjëje, ndjesisë së identitetit, kush jam unë, ndjesisë së sigurisë, a jam unë i e mbrojtur, mundësi aftësinë për t'i besuar të rriturit dhe aftësisë për të ballafaqur me ndjenja të mëdha, pra çfarë të bëjmë me gjitha këto. Të mendojmë për një shembull të thjeshtë, një bebe që qan, një fëmijë që qan,
Pra, kur jam i mbi ngarkuar, dikush vjen edhe më qetëson mu. Fëmia që qanë dhe injorohet, mëson që emocionet e mia janë të tepërta për të tjerët, pra duhet i ndaloj, duhet i tkur. Dhe fëmia që qanë po i bërtasin, mëson që ndjenjat e mia janë të rrezikshme, njerëzit përreth meje janë të paparashikueshëm. Pra, këto mësime këtë të hershme bëhen pastaj si mostra dhe i japin form identitetit, besimin të këtë tjerët, dhe kërkesa nga të tjerët që të afrohen me ta. Pra, pse kanë rëndësi këtë shumë këto vitet e hershme? Në këtë slide, jepet një statistike e rëndësishme. 80% e trurit zhvillohet deri në moshën 3 vjeç. Mendojni tash, pak këtë gjë. Në fëmijërinë e hershme, truri është duke i lidhur telat, nëse mund ta themi kështu, sipas mjedisit ku mbijeton. Pra nëse mjedisi është i sigurt, i parashikueshëm, truri i bën lidhjet për mësim. Nëse mjedisi është kaotik, i frikshëm, truri i bën lidhjet për mbijetesë. Pra kjo do thotë që trauma nuk është vetëm lidhur me ndjenjat. Pra literalisht e krijon arkitekturën në trurit. Mund të shihni në slide dallimin midis trurit me zhvillim tipik dhe trurit të një fëmije që i ekspozohet traumës dhe neglizhencës. Pra dallimet janë të matshme. Amigdala, sistemi jon alarmues, vazhdimisht është në alarm të lartë. Ky fëmijë shef rrezikun edhe kur nuk ekziston. Hipokampusi, që është qelsi për kujtesën për të mësuarit, ka vështirësi që të funksionojë siç duhet, ndërsa korteksi parafrontal, që është qendra e arsyetimit, thjesht ndalet, pra logjika bëhet e pamundshme. Pra kur fëmia është i çrregulluar, kundërshtues ose i tërhequr, nuk ka të bëjë që nuk duan të bashkëpunojnë. Në atë moment, ata nuk munden ta bëjnë këtë. Të imagjinojmë dy parashkollor, njëri rritet në një mjedis të qetë, të parashikueshëm. Pra kur diçka ndodhe e papritur, truri i tyre mund të qëndrojë në atë modalitetin e mësimit, mund të ndalen, ndoshta të kërkojnë ndihmë. Ndërsa fëmia tjetër jeton në kaos, ku ka paparashikueshmëri apo bërtima të përditshme. Pra trurin gjithmonë e kanë në të alarmuar. E një faktor nxitës ose një zhurmë ose një ndryshim me njëherë e ndez këtë modalitetin e mbijetesës. Amigdala merr përsipër, pjesa mësimit ndalet dhe fëmia pastaj mund të fshehet ose ta godas dikë, të ngrihet komplet apo diçka tjetër. Pra nuk është se zgjedh të sillet keq. Thjesht truri po e bën punën e tyre duke u përpjekur ti mbrojë. Slajdi radhës. Atëherë, e dim që fëmijët adaptohen në mënyra shumë inteligjente, gjejnë strategji për të mbijetuar në ambiente që kanë ndjesinë e pasigurisë. Këto adaptime pastaj kthehen në modele sjelljesh që ne i shohim. Shpesh i shohim si katër gjendje: luftimi, shtyrja e kufive ose kontrollues, pastaj ikja, pra shmangen, i largohen ose mbyllen në vete. Ngrirja pastaj është sikur të dalë nga aty, apo mpirja apo ndjesia e pasivitetit, dhe e katërta është përulja, kënaqja e të tjerëve duke u përpjekur që të përshtatet me diçka duke shmangur çdo lloj konflikti ose ballafaqimi. Këto pra nuk janë sjellje të këqija, thjesht janë mënyra të mbrojtjes së vet trurit. Për shembull, imagjinojeni një djalë që fillon të bërtas çdo herë që mësuesi i afrohet. Mësuesja i afrohet. Në sipërfaqe, kjo duket një mos respektim i
pastër. Por nën këtë, ky djalë ka jetuar me një kujdestare që mund ta ketë goditur sa herë që i është afruar. E tash, trupi i tij, sistemi i tij nervor, përgjigjet ndaj afërsisë së të rriturit si rrezik i pastër. Edhe pse klasa mund të jetë e sigurt. Slajdi radhës. Atëherë kjo na sjell tek një vegël shumë të rëndësishme që e kemi, modelin e icebergut. Tani, mbi këtë sipërfaqen e ujit e shohim sjelljen, një bërtim ose heshtje totale, refuzimi, lotët, por nën sipërfaqen e ujit, e kjo është pjesa më e rëndësishme në fakt, është mendja, besimet, frikrat, nevojat e paplotësuara, kujtimet, përvojat e kaluara. Pra, këtu jetojnë ato strategjitë e mbijetesës. Traumat janë të padukshme. Nëse përgjigjemi vetëm ndaj asaj që shohim mbi ujë, e kemi humbur gjithë rrëfimin përfund i saj. Fëmia që refuzon të hyjë në një klasë, mund t'i shohim si mosbindës, por nën sipërfaqe mund të jetë që kanë frikë mos më godasin, ose ndoshta si kuptojnë rregullat, ose nuk dua të tërprohem edhe një herë, kështu me radhë. Fëmia që është tepër i bindur, edhe që i themi është aq i urtë, aq i mirë, por nën sipërfaqe mund ta kenë mësuar që kënaqja e një të rrituri mund të jetë opsioni vetëm i mundshëm, apo i sigurt. Dhe slajdi radhës. Dhe tani flasëm për veglën mjetin ton më të rëndësishëm që është mentalizimi. Çka është mentalizimi? Është ja kështu. Ta kesh botën e brendshme të tjetrit brenda mendjes tënde. Të zgjedhësh të jesh kurreshtar e jo i sigurt. Të bësh pyetje, çfarë ndjenje mund të kenë, çfarë nevoje mund të kenë, ose përpjekje për t'i mbrojtur. Thjesht pra të qenit të vetëdijshëm për gjendjen tonë të brendshme. Çka unë po i sjell ose po i ofroj këtij momenti? Pra kur bëjmë mentalizim, bëjmë zhvendosjen, ecim pra nga reagimi në pauzë, në ndalim, pastaj kurreshtje dhe në fund përgjigje. Për të marrë një shembull tjetër, shumë prej nesh e din, një adoleshent thot, s'po ma din, edhe ka atë tonin komplet refuzues. Po interpretimi mentalizues është që mirë, a thua kjo nuk manin, do të thotë që manin aq fort sa që friksohem. Kështu do hiqem ose do të luaj rolin sikur nuk merrem me këtë punë, ashtu që të mos lëndohem. Pra është një zhvendosje me skajshme e perspektivës e këndvështrimin. Pas se të shkojmë tek slajdi radhës, dua që të ndalemi pak dhe të mendojmë për veten për një moment. Pra, mentalizimi nuk është diçka që bëjmë vetëm me fëmijë apo me zyrtar, është diçka që e bëjmë apo e praktikojmë brenda vetes. Pra, të bëjmë një kontroll të shkurtër. Dhe e Nikos do t'i kërkoj që të na bëj sondazhin këtu. Atëherë kështu. Mendojeni ndërveprimin më të fundit, më të vështirë me një fëmijë ose përfitues të projektit. Ja, kjo është pyetja dhe nuk ka pyetje përgjigje të saktë ose të pasaktë, thjesht për ta vrejtur vetveten. Këtu e keni sondazhin që është nxjerrë në ekran, ju lutemi klikoni opsionin që reflekton më së miri për jetimin tuaj. Kam reaguar automatikisht, kam pauzuar dhe kam marrë frym, jam përpjekur të gjej pse është kjo sjellje dhe e fundit është nuk jam i e sigurt. Ju lutemi zgjedhni përgjigjen.
Nëse mund të shohim tash rezultatet? Ja ku jam. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për sinqeritetin tuaj. Atëherë, disa prej nesh jemi trajnuar dhe të mësuar që të reagojmë, të përpiqemi të zgjidhemi. Disa prej nesh janë mësuar të pauzojnë, të ndalen edhe të kuptojnë. Pra, është aftësi, nuk është refleks. Pra, nuk ka të bëjë me përgjigjen që keni zgjedhur ju është thjesht një lloj pasqyre për ta parë se sa ka rëndësi ky mentalizëm dhe pse mund të jetë vështirë në momentet e caktuara. Tani të shohim se çfarë ndodh në tru kur arrijmë të mentalizojmë dhe pse kjo ndryshon komplet tonin e ndërveprimit ton me të tjerë. Slajdi radhës. Kur jemi të rregulluar dhe arrijmë të mentalizojmë, është si ku e gjithë mendja jonë është online. Çka do thotë kjo? Korteksi parafrontal është i ndezur, pra mendojmë qartë, kurreshtja jonë është e ndezur, është në funksion, eksplorojmë e nuk reagojmë. Dëgjimi është në funksion, dëgjojmë atë që është përfundi sjelljes. Rregullimi ynë është po ashtu në funksion, mund të përgjigjemi edhe me qartësi, edhe me empati, edhe me kufi të qartë. Pra, lidhja jonë është në funksion. Jemi në sinkronizim, jemi të pranishëm. Pra, mentalizimi na ndihmon të jemi të tokëzuar, edhe kur fëmia mund mos jetë i tokëzuar. Na mundson që të mbajmë një lloj kufiri me empati e jo të frustrohemi. Imagjinojeni një psikolog shkollor që takohet me një nxënës që dridhet për jankthit dhe në vend se të përpiqemi ta rregullojmë, ta riparojmë këtë gjë. Po mirë, qetësohu se është në rregull, nuk ka nevojë të friksohesh e kështu me radhë. Psikologja mund të ulet e heshtur ngadalë edhe i thot, nuk je vetëm, jam këtu me ty. Slajdi radhës. Tani, pra kur mentalizimi është i lehtë, kur çdo gjë është e qetë, po që zhduket kur jemi ne vetë të çrregulluar. Mentalizimi është më i vështiri mu atëherë kur na duhet më së shumti, kur jemi të stresuar, të migarkuar, ndjehemi të gjykuar, ose kur e marrim sjelljen e fëmijës personalisht, pra kur humbim aftësinë e mentalizimit, pushojmë së bëri pyetje ose fillojmë të bëjmë supozime. Pra interpretimi i sjelljes nga ona jonë gjithmonë varet nga vetë gjendja jonë. Dhe slajdi radhës. Për fund, edhe një herë dua t'ju ftoj që të pauzoni, pushoni pak dhe të reflektoni për veten, me veten. Çfarë do të ndryshonte në punën time nëse e bëj një pauzë të vogël për përpjekje mentalizimi. Thjesht merreni parasysh këtë pyetje dhe imagjinojeni se si do të ishte ndryshe. Pra, a rri ta kuptoj nevojën përfundi, apo jam vetëm më i e tokëzuar, apo do të skaloja më rrallë, apo thjesht merreni parasysh këtë pyetje me vete, dhe duke ju përfunduar, duke arritur përfundimin e këtij prezantimi, trauma zhvillimore formson mënyrën se si fëmijët të shohin botën dhe i mëson që bota është vend ku duhet të mbihetohet, por me bashkërregullim dhe mentalizim mund t'i ndihmojnë të përjetojnë diçka të re, mund t'i ndihmojnë të përjetojnë një botë ku nuk ka nevojë vetëm të mbijetojnë, por që të fillojnë të ndjehen të sigurt, të parë dhe vërtet të kuptuar. Faleminderit për vëmendjen dhe pranin tuaj. Tani i kthej fjalën Suzanës. Faleminderit shumë Vedrana
për që na përkujtove që sjellja është adaptim e jo mosbindje. Faleminderit shumë që prezantuat edhe mentalizimin që është vegla ime më preferuar, është ura midis të kuptuarit dhe përgjigjes me kujdes ndaj fëmijëve që i shërbejmë, dhe nafton gjithsesi të zhytemi pak më thellë, për të parë aty përfundi i icebergut, përfundi sipërfaqes së ujit, për të parë se çfarë ndodh me të vërtetë. Faleminderit shumë për prezantimin. Tema radhës do të flasim për rregullimin e emocioneve dhe qarkun e ndikimit dhe kontrollit. Tringa Visoka është prezantuesja, si që dëgjuam më parë, nuk mund ta mbështesim dikë tjetër kur ne vetë jemi të stresuar apo të çrregulluar. Rregullimi krijon qartësi dhe pastaj ndërton besim. Sot mësuam për ato veglat e tokëzimit, qasja e trupit, ushtrimet e frymëmarrjes dhe teknikat për të kthyer në qendër. Atëherë, Tringa, të japim fjalën ty tash. Faleminderit shumë Suzana. Ju gjatë të gjithëve, unë jam Tringa Visoka, unë jam psikologe shkollore dhe punoj në dy shkolla fillore në Prishtinë dhe jam e nderuar që të jem pjesë e këtij prezantimi, këtij seminari virtual. Do të flas sot për rregullimin e emocioneve dhe qarkun e ndikimit, pra slajdi i radhës. Më parë i rregullimi, pastaj i përgjigja. Kur flasim për traumën, është shumë e rëndësishme që të jemi të vetëdijshëm për emocionet, ndjenjat, për atë që mendon. Njerëzit që kanë kaluar raste traumatike në jetën e tyre zakonisht e kanë më vështirë të kontrollojnë vetë emocionet e tyre për ditur se çfarë mendojnë në atë moment. Pra është me rëndësi që në këto raste të jemi të vetëdijshëm për emocionet, ndjenjat tona dhe pastaj të përpiqemi të menaxhojmë ato para se të përgjigjemi ndaj personit përballë. Pra kudo që përjetoni ose keni një ditë të keqe, përpiqeni më së pari të rregulloni emocionet e juaja para se të përgjigjeni e të reagoni ndaj gjërave të tilla. Siç e tha Suzana, nuk mund ta mbështesni dikë tjetër në stres ku je vetë i e çrregulluar. Dhe kjo është shumë e vërtetë për shkak se kur ndjeni keq, vetë jeni në ankth apo në të rënduar dhe po përjetoni diçka më të keqe në jetë, nuk mund ta ndihmoni dikë tjetër që kalon pak a shumë të njëjtën situatë nëse ju vetë jeni në stres. Pra, edhe në këtë rast, përpiqeni të flisni me veten, përpiqeni të menaxhoni emocionet tuaja. Ka disa metoda të caktuara për t'i përdorur kur jeni në stres dhe këto mund t'i përmend pak më vonë. Pra, metoda është numërimi nga 1 deri në 10, ushtrime frymëmarrje, vërejtje e emocioneve dhe do të shihni që mund ta tejkaloni stresin që po përjetoni dhe pastaj jeni më në gjendje për të ndihmuar të tjerë përreth. Trauma aktivizon përgjigjet e mbijetesës edhe tek të tjerët edhe tek ne. Njerëzit që kalojnë në raste traumatike zakonisht reagojnë me mbijetesë. Kjo është e zakonshme për shkak se trauma që kanë kaluar i ka shkaktuar dëmtim, lëndim apo ndjenje të këqija dhe kjo tregon e shfaq atë impulsin e mbijetesës. Nuk mund të mbështesim të tjerët në stres ku jemi vetë në stres. Ja, këtë e thash pak më parë, është më rëndësi pra të dish se si ti menaxhosh ndjenjat e tua, të heqësh atë barë që e mban për mbi vete, ashtu që të ndihmosh njerëzit tjerë për teje. Pastaj rregullimi i emocioneve sjell qartësi, qetësi dhe lidhje. Nëse arrin të menaxhosh emocionet e tua apo ta bërë këtë rregullimin emocional, kjo pastaj të ndihmon të ndjesh i e qetë, në rregull me veten dhe pastaj për të krijuar lidhje më të mirë me të tjerët dhe me veten pikë së parë. Pra rregullimi është gur themeli i çdo përgjigjeje që informohet nga vetë trauma. Nëse arrin të menaxhosh emocionin me rregullim emocional, kjo të ndihmon shumë për të tejkaluar edhe traumën që po e përjeton në atë moment. Këtu jam disa definicione të rregullimit emocional. Më i pari, rregullimi emocional është që të njohësh atë që ndjen. Shumë njerëz që kanë kaluar trauma
Pra kanë kaluar për shembull përjetime negative në jetën e tyre, siç është humbja e një të dashuri, apo të afërmi, keqtrajtimi emocional apo bullizimi. Në këto raste njerëzit nuk arrin ta kuptojnë se cila është ndjenja e tyre. Pra është me rëndësi të vresh emocionet e tua pa i gjykuar. Për shembull, ke një ditë të keqe që s'po të shkon mbar, fol me veten, përpiqu të vresh se cilat janë emocionet që po i përjeton në atë moment. Rregullimi emocional po ashtu kupton që të jesh i lidhur me vetveten. Gjithmonë përpiqu të jesh i lidhur me vetveten në kuptimin që të dish se çka ndjen mendja dhe si reagon trupi dhe kështu pasaj mund të ndjesh më mirë, sepse të ndihmon për të menduar në mënyrë të qartë ndaj të tjerëve. Dhe pasaj, rregullimi emocional do të thotë mënyrë e zgjedhjes për të përgjigjur e jo vetëm reagim. Shumë njerëz që kanë kaluar përvoja negative në jetën e tyre, në disa raste ata përgjigjen me negativitet ose në mënyrë të keqe ndaj të tjerëve. Pra është me rëndësi në këtë pjesë që të dim se si të menaxhojmë emocionet, si të shprehim emocionet në atë mënyrë që i përputhen situatës pa lënduar dikë tjetër, pa i thënë gjëra të këqija dikujt tjetër, por duke menaxhuar ndjenjat tona me pozitivitet. Rregullimi emocional është po ashtu shkatësi që rritet me kohë dhe mbështet reziliencën dhe marrëdhëniet e shëndosha. Pra nuk mund mësohet për një kohë të shkurtër, nën kupton që duhet të kaloj goxha kohë duke e ushtruar për ta mësuar mirë dhe siç e thash, ju ndihmon që të ndjeni të qetë, të ndërtoni marrëdhënie të shëndosha, më së pari me veten, pastaj me gjithë të tjerët përreth jush. Slajdi radhës. Rregullimi zakonisht ka rëndësi sepse nuk është për qetësinë e përhershme. Rregullim emocional nuk do thotë që gjithmonë do të jesh i lumtur ose i qetë ose diçka e tillë. Thjesht nën kupton që duhet të vëresh emocionet e ndjenjat e tua dhe të jesh i vetëdijshëm për atë që po përjeton. Rregullimi emocional po ashtu ka rëndësi sepse është një aftësi e kthimit aty në qendër, në pikë. Pra, kur arrin rregullimin emocional, na ndihmon që të ndjehemi të qetë dhe për të krijuar një gjendje të tokëzuar, të paraspeshuar. Dhe pasaj ka rëndësi sepse mbështet reziliencën dhe bashkërregullimin. Prania jone e qëndrueshme i ndihmon edhe të tjerë të ndjehen më mirë. Kur njerëzit e vrejnë që ne i menaxhojmë emocionet tona, nuk reagojmë keq ndaj të tjerëve kështu me radhë, kjo na i ndihmon edhe të tjerët që të ndjehen më sigurt përreth nesh, të ketë besim tek ne dhe pastaj kjo na jep dobi edhe neve sepse na ndihmon të krijojmë marrëdhënie më të mira, më të shëndosha. Slajdi radhës, ju lutem. Pra, rregullimi emocional është shumë i rëndësishëm sepse sjell besimin. Besimi pastaj sjell lidhjen dhe kjo rezulton me rezultate më të mira për të gjithë. Rregullimi ndërton besimin. Kur kemi rregullim emocional tek vetja, kjo na ndihmon të ndërtojmë besimin edhe tek marrëdhëniet që kemi me të tjerët, siç e kam thënë më parë. Dhe kur ne ndërtojmë besimin me të tjerët, edhe njerëzit përreth nesh ndjehen më të sigurt përreth nesh. Pra, rregullimi pastaj besimi i tillë përforcon marrëdhëniet, pra njerëzit hapen më shumë ndaj nesh dhe komunikojnë më mirë. Kur kemi besim në marrëdhënie, kjo na ndihmon pra që të komunikojmë më mirë, të lidhemi me të tjerët, të flasim më shumë dhe të ndërtojmë marrëdhënie më të shëndosha. Pastaj, marrëdhëniet më të mira sjellin rezultate më të mira. Nëse kemi komunikim më të mirë me një person të caktuar, do të ketë më pak konflikt, komunikim më të qartë, hapësira më të sigurta dhe pastaj kemi edhe ekipe më të shëndosha. Komunikim më të qartë, pra është me rëndësi të dihet se kur kemi
marrëdhënie të mira, të shëndosha, çdo gjë tjetër pastaj është shumë më e përkryer, më e mirë. Pra, kemi parë që në këtë marrëdhënie do të ketë më pak konflikte, komunikimi më të tjerë, do të jetë më i mirë dhe pastaj mund të krijojnë po ashtu edhe ekipe më të mira në vend të punës apo edhe në familje. Pastaj në këtë pjesë kemi disa vegla për tokëzim. Këtu janë disa teknika të cilat i përdorim zakonisht për ndërtimin e rregullimit emocional. E para ka të bëjë me numrimin nga 5 në 1, tek ne themi 1 deri në 10 kur do që ndjeni ankth apo stres, apo keni një ditë të keqe thjesht, e vreni që nuk ndjeni mirë, përpiqeni të numëroni prej 1 deri në 10, kjo i ndihmon trupit të ndjehet i qetë dhe pastaj do të shihni që do të bëni më mirë. Së dyti, është po është me rëndësi që të kontrollojmë frymëmarrjen. Njerëzit që kanë kaluar ngjarje traumatike në jetën e tyre, nga një herë të vështirë për ta që kur kanë në sulme paniku, e kanë vështirë që të kontrollojnë frymëmarrjen e tyre. Kurdo që ndjeni me ankth, përpiqeni të kontrolloni frymëmarrjen, të bëni frymëmarrje të thellë, dhe pastaj të nxjerrni frymën ka goja për disa herë, e kjo ju ndihmon të ndjeni më të qetë, thjesht duke ditur që trupi juaj është duke u përmirësuar. Po ashtu, është shumë me rëndësi që të lëvizim në këto situata, sidomos për njerëzit që përjetojnë sulme paniku ose kanë ankth ose kanë kaluar përvoja traumatike. Nëse vreni që po përjetoni një moment ankthi ose diçka të tillë, përpiqeni të lëvizni, për shembull, lëvizni krahët ose përpiqeni të lëvizni duart apo këmbët, ecni pak, shkoni në fitness, pra kjo i ndihmon trupit të ndihet më i qetë dhe do të shihni se do t'ju ndihmoj që të kaloni ankthin apo stresin të cilin jeni duke e përjetuar. Pastaj e fundit është emërtimi i emocionit. Është një vegël e posaçme të cilën unë e provoj shumë me fëmijët në shkollë, si psikologe e shkollës, edhe në ditën time punoj me fëmijë që kanë përjetuar trauma në jetën e tyre dhe kur flas me ta, zakonisht ju them, shkruaj 3 deri në 5 emocione që i ke përjetuar në këtë situatë. Kjo është një këshill edhe për juve, kudo që t'jeni në ankth, përpiqeni ti jepni emër emocioneve që i përjetoni ose shkruajini ato emocione specifike. Këtu mund të bëjmë një ushtrim të shkurtër, nuk e di nëse kemi kohë të mjaftueshme, por që do të shpjegoj këtë ushtrim në pak sekonda. Nëse jeni në hapësirë të sigurt, mund t'i tokëzoni këmbët pikë së pari, filloni të merrni frymë ngadalë, e thith dhe pastaj nxjerr dhe përpiqeni të vreni ato shqisat apo ndjenjat në trupin tuaj. Mund ta provoni këto në shtëpi apo edhe në punë dhe duke bërë këtë do të filloni ta çlironi paksa barrën mbi vete. Kjo është mënyrë për të ndihmuar, do thotë, njerëzit që të kalojnë apo që janë duke i përjetuar. Slajdi i radhës. Tani kemi qarkun e ndikimit dhe kontrollit, dhe kjo pjesë është e rëndësishme kur flasim për traumën, është po ashtu me rëndësi të dim se çfarë nuk mund të kontrollosh e çka mund të ndikosh. Ka disa gjëra që janë nën kontrollin ton, ka disa gjëra që mund t'i ndikojnë dhe pastaj që nuk mund t'i kontrollojmë. Pra është shumë e rëndësi që të dim se cilat janë këto dhe të dim se si të reagojmë në situata të ndryshme. Këtu, ajo që mund të kontrolloni, për shembull, mund të kontrolloni frymëmarrjen, energjinë, përgjigjen tuaj dhe vlerat tuaja, siç e kam thënë më parë, kudo që ndjeni në ankth, ndonjëherë
të duket që nuk mund të marrësh frymë siç duhet, pra mund të kontrolloni frymarrjen me ushtrimin që e përmenda më parë, po ashtu është me rëndësi që të keni në kontroll energjinë tuaj, përpiqeni të krijoni energji pozitive dhe të jepni energji njerëzve që ju meritojnë dhe të përgjigjeni ndaj të tjerëve në mënyrë pozitive. Kur kontrolloni mënyrën e reagimit dhe përgjigjes ndaj të tjerëve, do të keni baraspesh më të mirë emocionale. Po ashtu, çdo njeri prej nesh i din vlerat e veta dhe përpiqemi ti kontrollojmë ato vlera për të reaguar siç duhet në situata të ndryshme. Në ndikimin tuaj, ka disa gjëra që mund të ndikosh, si paraqitesh, si dëgjon dhe si i cakton kufit e tu. Do të përmendja këtu që është me rëndësi të mësoni se si të vendosni kufit, të dini të thoni ju dhe ta vini vetën në vend të parë dhe jo gjithmonë të jeni në dispozicion të tjerëve. Vetja juaj duhet të jetë në vend të parë dhe duhet keni vetdije për gjendjen tuaj personale të emocioneve e ndjenjave. Pastaj ka disa gjëra që nuk mund t'i kontrolloni, sistemet, politikat ose sjelljet e të tjerëve. Duke qenë që shumë njerëz merren me sjelljet e të tjerëve, është shumë e rëndësishme në këtë pjesë që të flisni me vetveten, pra nuk mund ta kontrolloj sjelljen e dikujt tjetër ose mendimin e tjetrit për mua. Pra po pishni të flisni me veten në këtë drejtim për t'i hequr mendimet e të tjerëve prej vetes. Kur fokusohemi në fokusi ynë përcakton ato që ndjejmë. Pra, kjo na ndihmon të ndjehemi më mirë, për ndryshe nëse fokusohemi tek situatat negative, tek dështimet apo se si gjërat nuk po funksionojnë, nuk po ecin, do të vazhdojmë të dështojmë edhe më shumë. Pra, fokusohemi tek pozitivia, tek gjërat e mira dhe përpiqemi të mendojmë se çfarë situate po përjetojmë për ta tejkaluar. Slajdi i radhës. Këtu të informuarit nga trauma, çfarë do të thotë kjo dhe çfarë nuk do të thotë. Të jesh informuar nga trauma nuk do të thotë që duhet të zgjidhësh problemin e secilit ose problemet e të gjithëve. Pra, duhet ta vini vetën në vend të parë dhe të mësoni se si të thani jo. Pastaj nuk do të thotë që duhet bartni të gjitha dështimet e sistemeve ose të jeni gjithmonë në dispozicion apo gjithmonë në formë. Përpiqeni të hiqni nga vetja këto presione dhe thuani vetes që nuk ka nevojë të jem gjithmonë në dispozicion apo aty për të tjerë. Më parë jam unë vetë dhe duhet jem aty për veten. Të jesh i informuar nga trauma do të thotë përgjigje me empati dhe kufi. Përgjigja me empati do të thotë të dëgjosh se çfarë thot tjetri, përpjekje për të kuptuar ndjenjat e tij ose saj dhe siç e thash, vendosni kufit për të ndjerë më mirë, për ta vënë veten të parë dhe të jesh informuar nga traumat është modelim i rregullimit dhe qetësisë. Qetësia është shumë e rëndësishme dhe modelimi i rregullimit, shembulli i rregullimit është i mirë për shëndetin tuaj mental. Pastaj duhet të jeni të ndërlidhur me vlerat, pra të dini veten, të dini vlerat tuaja, pra se cili e din se cilat janë pikat më të mira, më të këqija të veta, pra qëndroni të ndërlidhur me vlerat tuaja. Pra prania juaj është vetë intervenimi, ndërhyrja juaj. Dhe slajdi i radhës. Kemi ardhur në fund të prezantimit, të doja që ju të shkruani në këto diagram çka është një gjë që keni bërë ju vetë për ta mbrojtur energjinë tuaj. Për shembull, mund të shkruani: kam dalë për shëtitje, kam folur me një shoqe të mirë, kam mësuar se si të them jo, dhe janë disa për ideve këto që mund të bëni për ta mbrojtur energjinë secili për vete. Faleminderit shumë për vëmendjen, shpresoj të kem qenë e qartë dhe ishte kënaqësi. Faleminderit shumë, Tringa. Faleminderit që na përkujtove që ndërhyrja më e mirë është vetë prezenca jonë dhe nuk është aq e lehtë sa tingëllon që të qëndrojmë të rregulluar, duhet jemi të vetëdijshëm
për emocionet tona dhe pastaj ndikimin që kemi mbi fëmijët që i trajtojmë. Pra i ndihmojmë të tjerët të rregullohemi ku jemi vetë të rregulluar. Dhe pastaj është si ngjitse, ashtu si stresi apo çrregullimi, është gjë ngjitse. Një pjesë tjetër bisedës për uh, rrethin ose qarkun e ndikimit dhe kontrollit është shumë e rëndësishme, sidomos për stafin që punon me të tjerë. Priremi ta fokusojmë energjinë në disa gjëra që nuk mund t'i rregullojmë. Po është një përkujtim i mirë se ku ta fokusojmë energjinë tonë. Nëse fokusohemi tek vetja, të kontrollojmë veten, vetë prezantimi ynë, gjendja jonë është më e mirë ashtu që të mbështesim pasaj edhe të tjerët. Faleminderit për shumë. Para se të ecim tek tema e radhës e seminarit, dua t'ju përkujtoj të gjithëve seksionin për pyetje përgjigje në Zoom këtu, e shihni ikonën Q&A. Aty mund të shkruani çfarë do lloj pyetje që ka të bëjë me përmbajtjen, për folësit apo edhe për mua, dhe do të përpiqemi të përgjigjemi të gjithave. Atëherë, tema e radhës është një gjë shumë esenciale. Pra nuk është se ndodh në izolim, ndodh në kontekst. Identiteti, norma gjinore, do të thotë pushteti e fuqia, të gjitha këto japin formë se si asaj se si perceptojmë dhe si reagojmë ndaj gjërave të tjera. Pra duhet të jemi të informuar për identitetin ton. Ata pra merr pjesën e radhës dhe na flet për hijeshin ose ngrohtësinë emocionale. Arta, ke fjalën. Po t'jap një moment derisa të kyçesh, po ja, këtu jam. Sepse mund të kemi edhe probleme teknike, por ja ku çeke. Atëherë, identiteti dhe animi ose paragjykimi, si shohim dhe përgjigjemi. Tu ngjatjeta të gjithëve dhe faleminderit që jeni këtu. Sot do të flas për një gjë të rëndësishme tek puna që informohet nga trauma. Kur mbështesim të tjerët, identiteti, përvoja jon vjen me ne, është pjesë e jon. Pra, për të qenë të informuar nga vetë trauma, duhet të jemi të informuar për identitetin. Do ta trajtojmë këtë gjë hap pas hapi në mënyrë shumë të thjeshtë. Të fillojmë me atë pasqyrën e gjerë ose pamjen e madhe. Fillojmë me idenë që trauma gjithmonë ndodh në një kontekst të caktuar. Pra, trauma ndodh në një kontekst. Trauma nuk ndodh e vetme, ajo formësohet nga bota përreth personit, nga kultura, nga familja, nga pritshmëritë sociale, nga diskriminimi, nga mbështetja që kanë marrë ose nuk kanë marrë. Kemi sigurinë fizike, do të thotë hapësira, rutina tona, por pastaj kemi sigurinë emocionale, ndjesinë e të respektuarit ose të parit. Të dyja janë të rëndësishme dhe kjo na lidh drejt për drejt me identitetin. Trauma dhe identiteti, pra pse kanë rëndësi? Identiteti ynë nuk është vetëm personal, po ai merr formë nga vetë shoqëria. Shoqëria na mëson, na tregon se kush është i sjellshëm, kush është i rrezikshëm, kush është i besueshëm e kush besohet dhe pastaj kush lihet anash ose injorohet. Pra, kjo na ndikon në ato se si i shohim njerëzit para se edhe të kenë folur. Dhe është fakt, pra, është edhe mënyrë se si shihemi ne. Pra, do thotë identiteti ynë i jep formë edhe supozimeve tona. Pra, identiteti formëson supozimet tona. Të gjithë ne kemi syze se si e shohim botës. Pra, dhe këto thjerza ose këto syze na vijnë nga edukimi ynë, kultura, vlerat, gjinia, shkollimi dhe pastaj edhe dhimbja. Pra nuk do të thotë që mund të jemi njerëz të këqij ose të mirë. Thjesht truri bën disa vendime të shpejta që mund të quhen supozime.
Tek puna me traumën, ne ndalemi dhe pyesim. Çfarë supozimesh jam duke bërë unë vetë ndaj këtij personi ose kësaj ngjarjeje? Si mund duket kjo gjë nga botë kuptimi i tyre? Pra, kjo na ndihmon që të mbetemi që të shndrojmë të hapur dhe kurrështar. Për të kuptuar identitetin më thellësisht, e përdorim modelin social graces, edhe slajdi i radhës. Po presim sa të mbushet slajdi. Për të ndërhyrë pak sa. Ja, doli i tërë. Pra, social grace si model na ndihmon të eksplorojmë pjesët e ndryshme të një identiteti, siç mund të jetë gjinia, raca, feja, aftësia, klasa, kultura, etnia, seksualiteti. Disa pjesë janë më të lehta që të shihen, të tjerat janë të padukshme. Ndonjëherë, një pjesë e identitetit tonë duket tepër e zhurmshme në pjesën tonë, në paraqitjen tonë, siç mund të jetë gjinia, të tjerat mund të jenë më të heshtura. Ky model nuk ka të bëjë me fajsimin, thjesht na ndihmon të kuptojmë gjithë pamjen. Pra, si ta përdorim këto në praktikën tonë të përditshme. Të jesh i informuar nga identiteti në praktik do të thotë që mendojmë se si identiteti ynë e formson sjelljen tonë. Bëjmë gjëra të vogla që mund të na ndihmojnë. Përdorim emrat dhe për emrat e duhur, i ofrojmë zgjedhje, shmangim supozimet, respektojmë kulturën dhe pastaj vërejmë ato që janë faktor nxitës ose ndezës. Si skenar është sjellja në kontekst. Këtu është një shembull shumë i thjeshtë. Një adoleshent që nuk të jep kontakt me sy. Në disa kultura, kjo quhet respekt. Tek trauma mund të jetë metodë për vetë mbrojtje. Tek paragjykimi ynë mund të jetë keq interpretim si mos respekt. Pra, njëjtja sjellje, por që ka shumë kuptime. Pra, identiteti plus konteksti ndryshojnë çdo gjë. Tani, një moment të shkurtër për t'i për t'i për t'ia dhënë vetes. Do ta përdorim këtë teknikën e fluturës, që e përdorim në në kujdesin e informuar nga trauma. Pra, më së pari, këmbët në tokë, i kryqëzojmë duart mbi gjoks, mund t'i mbyllni syt, mund t'i lini të hapur dhe mund të fillojmë duke goditur nga pak me shuplaka në të majt, në të djathtë, në të majt, në të djathtë. Fërmarrje ngadalë dhe frymënxerje. Vazhdojmë me dua duke goditur nga pak gjoksin. Kjo teknik ndihmon kur ndjehemi të gjykuar ose të keq kuptuar, pra i jep trupit ton atë ndjesinë e sigurisë. Edhe një resurs, një burim tjetër që i jep gjallëri kësaj ide, i jep jetë kësaj ide, është një libër që quhet Lili, Ben dhe Omid. Është një storje për 3 fëmijë që shprehin ndjenjat në mënyra të ndryshme. Na përkujton pra që sjellja është komunikim dhe që secili fëmijë shpreh emocionet e veta përmes kulturës, personalitetit të tyre dhe përjetimit, përvojave të tyre. Kur ndryshojmë mënyrën se si e shohim një fëmijë, fëmija pasaj do të ndryshoj ndjenjat e tij ose saj.
Dhe pastaj përfundojmë me slajdin e fundit. Ju ftoj që të reflektoni mbi këtë pyetje. Cila prej këtyre pjesëve të identitetit e formson mënyrën e përgjigjes ndaj të tjerëve? Dhe kur paraqitet ai supozimi më i madh? Vedia për identitetin na ofron më shumë mundësi reflektimi, empatia, zbut gjykimin dhe të kuptuarit rritë dhe sigurin. Faleminderit shumë për vëmendjen. Faleminderit Arta, sidomos për përkujtimin që e njëjta sjellje mund të ketë kuptime krejtësisht të ndryshme varësisht nga konteksti dhe këndvështrimet, supozimet, paragjykimet tona dhe identitetet tona i japin forma asaj se si e interpretojmë sjelljen që shohim, pra vedia për identitetin na ndihmon të jemi respektues dhe jo paragjykues. Faleminderit që na solle këtë këndvështrim me qartësi dhe ngrohtësi. Atëherë, vim tek fundi i prezantimeve nga folëset tonë, një prezantime të shkëlqyera. Gjithsesi, tani hapim fjalën për pyetje dhe përgjigje. Ju lutem të përdorni këtë opsionin e pyetjeve dhe përgjigjeve në Zoom. E keni atë Q dhe A, atë mund të shkruani dhe ne mund të përgjigjemi atë që mundemi. Vështrime shumë të rëndësishme që mund të lindin nga këto pyetje që kanë të bëjnë me praktikën tuaj të përditshme. Folëset janë këtu për t'ju përgjigjur pyetjeve në mënyrën më të mirë të mundshme. Për të filluar, unë personalisht do t'i bëja një pyetje panelisteve. Çka është një ndryshim i vogël në vetdije që drejt për drejt me njëherë mund të ndryshoj se si ne përgjigjemi ndaj sjelljeve sfiduese? Një kapërcim, një ndryshim i vogël në vetdije që na përmirëson me njëherë mënyrën tonë të përgjigjes ndaj sjelljeve sfiduese. Është pyetje hapur për të tri panelistët, Arta, Vedrana, Kinga. Po vazhdoj unë. Kur e shohim fëmijën, gjë e parë që vrejmë është sjellja e tij ose saj. Dhe në kujdesin e informuar nga trauma, vrejmë disa sjellje që shihen, janë të dukshme, të tjerat janë më pak të dukshme ose të padukshme. Pra në praktikën tonë, do të jemi kurreshtar për këtë pjesën e padukshme. Faleminderit shumë. Shumë e dobishme, pra të shohim atë që është përfundi, sepse jo çdo gjë është e dukshme edhe e trajtueshme drejt për drejt. Vetrana, çka ka një diçka të vogël që mund bëjmë si ndryshim të vogël në vetdijen tonë? Pra, duhet të jemi të vetëdijshëm se ka diçka përfundi edhe të përpiqemi të mentalizojmë pastaj. Thjesht të jemi të vetëdijshëm për ndjenjat, nevojat e paplotësuara nën sipërfaqen e ujit, siç e përmenda më parë. Suzana, mund të më thonë? Do thosha këtu një gjë që mua zakonisht ndihmon që të kaloj situatat e tilla ose për të tejkaluar këto momente të këqija, unë flas me veten. Për shembull, tema ime kishte të bënte me rregullimin emocional. Këtë përpiqem ta bëj edhe në jetën time të përditshme. Gjithmonë përpiqem të jem e vetëdijshme për emocionet. Gjitha ato përjetime përpiqem të i kushtoj vëmendje. Dhe kjo pastaj më ndihmon që ti tejkaloj gjërat e këqija që mund të më ndodhin. Faleminderit shumë. Kemi një pyetje në atë pyetje përgjigje. Kemi disa pyetje që janë duke u bërë aktualisht. Dikush thotë që është duke punuar si punëtore sociale mjekësore në trajtim të viktimave të abuzimit. Cili është reagimi më i mirë fillestar ndaj një fëmije që ka zbuluar që është keq trajtuar seksualisht nga një familjar?
Kjo është një situatë goxha stresuese, goxha rënd, por kur zbulohet një veprim i tillë, përgjigjja e parë është që të përqendrohemi tek prezenca e qartë, siguria fizike. Ne vetë duhet jemi të qetësuar, prezenca jon e rregulluar e ndihmon fëmijët të ndjehet i sigurt. Duhet t'i tregojmë që jemi të besueshëm, faleminderit që më ke tregu, faleminderit që e ke nda me mu, pra duhet ta nxisim guximin, pra duhet ta paramendojmë se sa vështirë ka qenë për këtë fëmijë që ta zbuloj këtë gjë. Pra një trimëri shumë e madhe nga ana jote, bravo të qoftë. Nuk duam të kërkojmë detaje. Vetë flasin me fjalët e tyre, nuk duam që ti imponojmë pyetje, pra pyetje pa fund, jo me po e jo. Pra duke i ofruar siguri, pa bërë premtime që nuk mund t'i mbajmë. Dhe ndoshta më rëndësi se cila organizatë, se cili profesionist ka protokolle të sigurisë së fëmijëve që duhen zbatuar. Dhe pastaj, çfarë mund të bëjmë ne në atë moment për ato procedura, pra ato sigurisht të ofrohen dhe janë të miratuara nga organizata juaj përkatëse. Suzana, po e shoh një pyetje, si mund ta ndihmojmë më së miri fëmijën për të rregulluar emocionet kur janë të bullizuar në internet? A është në rregull që ti përgjigjem po no? Më së pari, si gjithmonë, ti ndihmojmë të ndjenë të sigurt aty, të qëndrojnë të qetë, ti vlerësojmë, ti çmojmë ndjenjat e tyre, të përpiqemi ta rregullojmë trupin me frymëmarrje, ushtërime të gëzimit, ndoshta edhe një pushim të vogël. Pastaj me radhë vjen hapësira emocionale. I lejojmë të flasim pa i ngutur, pa i shtyrë drejt zgjidhjeve dhe prap mentalizojmë dhe kur të jenë më të qetë, përpiqemi pastaj të zgjidhim ndonjë gjë, ta bllokojmë, ta rregullojmë atë privatësinë e internet, të shflasim për ato se kujt i besojnë ose kush mund t'i mbështes, por besoj më rëndësishmja gjithmonë është që t'i sigurojnë që nuk janë të vetëm, të vetmuar dhe që jo nuk ke fajti. Dikush ka vënë një pyetje këtu, është në anglisht, në shqip në fakt. Nëse një traumë e shkaktuar në fëmijëri, si mund të trajtohet në moshë madhore? Trauma në fëmijëri mund të ketë ndikim në të ardhmen, si reagojmë, si formojmë marrëdhënia dhe si ndjejmë stresin. Është zakonisht ka qasje të rekomanduara, ta kuptojmë se nga vjen dhe pse reagojnë në atë mënyrë. Pra të flasësh me një terapeut është shumë gjë e dobishme, mësimi pasaj mënyrave për të rregulluar emocionet dhe trupin ton, sepse trauma qëndron brenda trupit, pra edhe puna fizike me trupin është shumë e dobishme. Pastaj krijimi i marrëdhënieve të sigurta dhe mbështetëse, kujdesi për veten dhe vendosja e kufive. Me ndimin e duhur, trauma e hershme mund të tejkalohet dhe pastaj të integrohet brenda jetës. Normalisht edhe përgjigja do të jetë në chat. Suzana, është një pyetje për të cilës mund të përgjigjem unë. A mund të ketë traumë të fshet që nuk ka shenja fare? Trauma fshet mund të ekzistoj edhe kur nuk ka shenja të dukshme. Personi mund të duket i qetë ose të funksionoj si që duhet, por që trupi dhe sistemi nervor mund të bartë ende traumë brenda vetës. Trauma mund të jetë e heshtur deri në momentin kur diçka e nxit ose e ndez për të dalë në sipërfaqe. Arta, e kreve? Nëse po, mund të shtoj diçka ndoshta, edhe unë pajtohem me përgjigjen e Atës, gjatë punës sime si psikologe e shkollës, po ashtu kam vrejtur që ka shumë fëmijë
që mund të jenë shumë të aftë t'i fshehin traumat e tyre dhe po, ka njerëz që mund t'i fshehin traumat e tyre dhe është shumë e rëndësi për shembull, si familjar ose mësimdhënës, a, edhe punëdhënës që të kenë vëmendje për t'i pyetur pra se çfarë është duke ndodhur, thjesht t'i pyesin për situatat e caktuara sepse mund të fshehin diçka dhe pra po, pajtohem që ka njerëz që fshehin traumat e tyre në mënyrë shumë të mirë. Pra duhet t'i kemi parasysh, t'i pyesim se si janë dhe të vazhdojmë të flasim me ta, ashtu që të kuptojmë më mirë se çfarë është duke ndodhur ose çfarë janë duke fshehur. Faleminderit Arta, të dyjave. Një pyetje për të ngjashme për traumën që trajtohet dhe ka të bëjë me dhunën e familje. Jam punëtor social që punoj me viktimat e dhunës së familje. A është e mundur që kjo traumë në fëmijëri të trajtohet kur janë të rritur? Se një në katër persona do të ketë përjetime traumatike dhe nuk është detyrimisht nuk duhet të shihet si çrregullim ose si smundje. Thjesht ndjekohemi nga mënyra se si e mësojmë sigurinë, rregullimin në këtë botë. Për ndryshe, ndjehemi sigurt në fëmijëri. Këto përvoja të hershme do t'i japin formë qasjes sonë me botën në të ardhmen, si hym në marrëdhënie, si funksionojmë brenda këtyre marrëdhënieve. Trauma po mund të shërohet dhe shumica njerëzve shërohen në jetë është shumë interesante me gjithatë sepse merr kohë për të kuptuar që disa prej përgjigjeve të tilla kanë bazën në trauma. Ajo që bëjmë në kur jemi të vegjël, këta mekanizma të ballafaqimit të por aq sa mund të trajtohen si të vështira janë mekanizma ballafaqimi që na ruajnë sigurinë dhe na ndihmojnë të mbijetojmë. Dhe njerëzit përfundimisht e kuptojnë që shumica e këtyre mekanizmave të ballafaqimit janë për shkak të traumës aty dhe aty në atë moment fillon edhe shërimi. Nuk pajtohem aq shumë me atë fjalën shërimin e plot. Puna me trauma ka të bëjë me integrimin e përjetimeve të tyre në jetë. Pra, duke i njohur, duke i kuptuar, duke mësuar mënyra të reja për të rregulluar veten. Pra, përgjigja është po ashtu, edhe këtu tek përgjigjet. Pastaj kemi një pyetje se si një person i traumatizuar arrin të rregullojë emocionet e tij apo saj vetëm pa terapeut ose pa ndërhyrje profesionale. Çdo person ka ato pikat e forta, kapacitetet e veta për të shëruar, por që rrimë këmbja reale vjen nga lidhja me njerëzit, mbështetja, marrëdhëniet e shëndosha e sigurta në jetë. Po ashtu, shumë prej tyre sot përpiqen të bashkëpunojnë me inteligjencën artificiale në fakt, kur bëhet fjalë për shëndetin mendor. Dhe mendoj që mund të ofroj informata, ndoshta jo terapi, për sa i përket sigurisë që kërkon shërimi. Pra mbështetja njerëzore, lidhjet e tilla janë qendrore për këtë gjë. Faleminderit shumë vetrana, me të vërtetë një përgjigje tejet të rëndësishme. Vetëm për t'ju kthyer momentit që trauma ndodh edhe në kontekst të marrëdhënieve, pa marrë parasysh marrëdhënie që fëmia mund të ketë, nëse kanë pasur marrëdhënie mbështetëse, shumë rrallë ndodh që të kthehet në përvojë traumatike. Pra, çfarë bën një diçka të jetë traumatike është mungesa e sigurisë në marrëdhënie. Dhe kështu nëse trauma ndodh në marrëdhënie edhe shërimi ndodh aty, pra
Nëse kemi të bëjmë me fëmijët dhe nëse në kapaciteti prindur është i dukshëm me i zvogluar, po edhe me psikologët, me mësuesit e me kështu me radhë, gjitha këto kontakte mund ndihmojnë në shërimin e traumës. Dhe kur rritemi, derisa rritemi, marrëdhënie të shëndosha na ndihmojnë që të shërohemi e të rimëkëmbemi. Një pyetje e mirë tek trauma minore, a mund të shërohet plotësisht apo mund mbeten? Është një pyetje goxha e ndërlikuar, do thosha unë. Çfarë do të thotë shërimi plot? A mendojmë jo ekzistues? Nuk e mendoj që ndodh ashtu, por që shërimi po ndodh. Truri është shumë plastik. Ajo që e dim nga neuroshkenca, truri mund të adaptohet, të ndryshojë, të rritet derisa rritemi ne, sidomos në zhvillimin e hershëm. Pra, mund të shërohet me stabilitet, me marrëdhënie mbështetëse, përkrahase dhe shumë fëmijë shërohen goxha mirë. Po, mund të ketë shenja, siç mund të jetë ndjeshmëria ndaj stresit e kështu me radhë, por edhe kjo mund të përmirësohet. Pra nuk është një gjë që ndodh dhe pastaj kryhet. Është pjesë e zhvillimit të zakonshëm të sistemit nervor në tërësi. Ka ndonjë pyetje që dikush tjetër mund të përpiqet të përgjigjet? Ka një pyetje specifike për sa i përket atyre tik që quhet emocionale. Kërkoj falje, Suzana, po, no. Jo, vetëm desha t'i referohem asaj pyetje. Ju lutem, vetëm desha të them që këto shkarjet emocionale janë po ashtu mënyra të reagimit të fëmijës dhe mund t'i ndihmojmë duke i mbështetur, duke mbështetur butësisht rregullimin, për shembull, duke i dhënë rutinat e parashikueshme, duke e zbutur presionin, mund të ketë aktivitete qetësuese, siç mund të jetë leximi dhe pastaj reagimi me empati, prap, jo që ta korrigjojmë, sepse që nëse gjërat e tilla vazhdojnë, është me rëndësi që të kërkohet udhëzimi nga psikologu i fëmijëve për të kuptuar se çka i duhet më saktësisht në aspektin mjekësor fëmijës. Ekspozimi i vazhdueshëm ndaj dhunës në rrjete sociale, imazheve dhe nga zonat e luftës, si mund t'i ndihmojmë më së miri ose më së leti. Këtë ne e quajmë traumë sekondare, pra nuk është diçka që mund ta keni përjetuar vetë, por ekspozimin ndaj tyre mund të shkaktoj përvoja traumatike. Më e rëndësishmja është të flitet haptas për këto gjëra, duke i pyetur edhe adoleshentët se çfarë kanë na parë, duke normalizuar edhe reagimin e tyre. Pra, ka kuptim që je i stresuar. Edhe kufizimi i ekspozimit është shumë e rëndësi, sepse vendosen kufit, duhet të mësohet pastaj tokëzimi, frymëmarrja ngadalësuar, inkurajimi i pauzave të delet jashtë dhe pastaj të flitet me të tjerë që mund ndihmojnë dhe ofrimi i sigurisë për ta. Ti je i sigurt aktualisht. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Nuk bën të shmanget realiteti, sepse nuk mund ta kontrollojmë atë që ndodh jashtë botës sonë, por të përpiqemi ti ti mbështesim do të thotë sistemin e tyre nervor, ashtu që ata të dinë të ballafaqohen me një gjë të tillë. Nëse mund ndërprej, Suzana, për një moment. Por da, po e shoh një pyetje këtu. PTSD-ja, ai referohet
fundit të një lufte ose krizave të caktuara, mund të përgjigjëm kësaj, po si psikologe, ne kemi mësuar në studime që stresi post-traumatik është i lidhur me luftën, apo krizat të caktuara që dikush mund t'i ketë kaluar. Për shembull, kemi pasur luftë para sa vitesh në Kosovë, kemi shumë ushtarë që kanë pasur PTSD, kurdo që dëgjojnë të shtëna ose tinguj të tillë me njëherë kthehen tek skenat e luftës. Pra, kështu duket PTSD-ja. PTSD-ja po ashtu është e lidhur me gjitha krizat tjera, siç mund të jetë abuzimi seksual, përdhunimi edhe bullizimi. Pra, kjo ishte përgjigja ime. Faleminderit shumë. Nga. Besoj që po i afrohemi përfundimit, por që mund të kemi kohë edhe për një pyetje dhe pastaj të bëjmë atë sondazhin dhe pastaj përmbylljen e seminarit. Pra, po përpiqem të gjej pyetjen se po më duhet që me dalë për i Zoomit për me pa. A mund të vërejmë traumën e luftës tek fëmijët më vonë tek të rriturit? Do të ketë shumë shembuj dhe më tipiku si shembull nga dikur që ka përjetuar luftë është reagimi i fortë nga i zhurmave ose lajmeve të tilla, është vështirë që të flenë, kanë probleme me gjumin, i shmangen kujtimit të së kaluarës, tremben shumë shpejt, dhe pastaj kanë mpirje emocionale. Kur ka fishek zjarre, ata mund të ndjenë të pasigurt ose në angst, për shkak të tensioneve politike, për shembull, edhe pse janë duke jetuar në paqe. Është po aq e rëndësishme të mbahet mend që trauma mund të nxitet ose të ndizet nga gjëra më e vogël, nga një aromë dikun, një situatë, një vizion që mund ta nxjis kthimin e tyre. Këto janë kujtime brenda trupit, jo dobësi, por është me rëndësi që me terapi edhe trauma e para shumë kohësh mund të shërohet. Mirë. Tani të shohim nëse ka ndonjë pyetje të papërgjigje. Duket është edhe një, cilët janë hapa që fëmijët i përdorin për të normalizuar ndjenjat traumatike të tyre, nëse mundem, i përgjigjem. Ka disa hapa që fëmijët mund të bëjnë për të normalizuar fëmijët e tyre, është pra që të flasin me prindrit e tyre, të konsultojnë ose të bisedojnë një psikolog, dhe kjo mund t'ju ndihmoj të normalizojnë ndjenjat e tyre, por sidomos të flasin me prindrit, me të afërmit ose t'ju shprehin ndjenjat atyre. Këto metoda besoj ndihmojnë fëmijët që të normalizojnë ndjenjat e tyre dhe të ndjehen më mirë. Faleminderit shumë Tringa. Thjesht do të shtoja diçka për të ndihmuar për sa i përket normalizimit të ndjenjave. Më së duhet të shmangët që të mos fajson, mos gjykon ndjenjat e tyre, edhe i themi sigurisht që je i nervozuar, i mërzitur, është normale që t'jesh i nervozuar, i mërzitur, pra që ata të ndjehen që janë parë ose janë kuptuar. Përgjigja e tillë me fajsim do të kur shprehin, pra i themi fëmijëve që të mos qajnë, mos bërtasin ose të mos mërziten kur kanë arsye për të mërzitur, kjo jashton atë shtresen e fajsimit e turprimit, e kjo pastaj e ndërlikon edhe më shumë
ndjenjën e tillë. Besoj që këto janë pyetjet totale që mund të marrim për sot. Nëse ka pyetje pa përgjigje, do t'i trajtojmë ato dhe do t'i dërgojmë bashkë me dokumentin që kemi bërë herën e kaluar me seminarin virtual të kaluar. Para përmbylljes do doja dy gjëra. Një mesazh nga secila folse, një fjali që pjesëmarrësit ta kenë parasysh në punën e tyre dhe pastaj do të bëjmë edhe një sondazh të vogël me një pyetësor. Vedrana ishte e para që prezantoi, kështu që po e japim fjalën të parës. Mirë, gjithmonë e marr një ide me vete gjithkohon. Nevojën për të parë se çka gjendet përfundi nën atë sjellje. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Unë punoj në një shkollë dhe shpesh shoh agresion ose sjellje agresive tek nxënësit dhe kemi një mekanizëm për ta trajtuar atë, por rrallë shohim çka ka nën ta. Unë besoj që është gjëja më me peshë që duhet ta kemi brenda institucioneve tona për çdo profesionist pra. Faleminderit edhe një herë Suzana për mundësinë. Ishte nder që të jem unë këtu. Pra, kushtoni vëmendje ndjenjave tona, ti kushtojmë vëmendje ndjenjave tona, mënyrë se si ndjemi, të kujdesemi për veten, ta vëmë veten së pari, sepse jeni ju vetë më të rëndësishmit apo jo. Çdo gjë që kalojmë në jetë, çdo gjë mund të kaloj, thjesht duhet ta marrim në mënyrë më pozitive, të flasim me veten, do të shihni dhe pastaj që çdo gjë do të bëhet më mirë dhe kalon më shpejt kur ke të menduar pozitiv. Faleminderit shumë. Arta, empatia është gjuha që na duhet secilit prej nesh. Në punën tonë të përditshme, të jemi empatik, të jemi kurrështar. Kaq, faleminderit. Edhe unë po shtoj një diçka të fundit. Çka do që flasim sot është qasja kujdesit të informuar nga trauma. Dua ta theksoj që nuk është gjithmonë e mundur që të jemi kurrështar, nuk është gjithmonë e mundur që të jemi empatik, nuk është gjithmonë e mundur të menaxhojmë emocionet tona. Por ku e dim se kur nuk është ashtu, kur e dim se si duhet të reagojmë, kur e dim që duhet të kthehemi në atë prezencën tonë, të paraqitemi me gjitha këto aftësi, kjo aftësi merr shumë kohë, shumë mund, shumë vetdije, pra duhet i kushtojmë vëmendje vetes më së pari, kur punojmë me fëmijët dhe të rriturit që kanë përjetuar trauma, mund të ketë efekt sekondar tek ne, pra duhet kujdesemi për veten, ashtu që të jemi në gjendje të kujdesemi për të tjerë. Faleminderit edhe një herë për kohën tuaj. Ju lutem, shikojeni këtë sondazh, këtë pyetësor dhe klikoni në tek nota që i jepni. Pyetja e parë, seminari i ka përmbushur pritjet e mia nga fuqimisht pajtohem deri tek fuqimisht nuk pajtohem. Seminari i është përgjigjur nevojave të mia për mbështetje. Pyetja e dytë, njëjtë përgjigjet, informacioni ndar ishte shumë i dobishëm për mua. Se Faleminderit shumë të gjithëve për shprehjen e interesimit dhe që ishit këtu. Faleminderit të gjithëve për pyetjet shumë relevante, shumë të rëndësishme. Shpresoj të kemi arritur të përgjigjemi gjitha atyre dhe po ashtu dua t'i përkujtoj të gjithëve për seminarin tonë të radhës. Në janar kemi seminarin për praktikën e kujdesit të informuar nga trauma në sisteme e ekipe. Faleminderit edhe një herë të gjithëve dhe paqet një pjesë të mbetur të ditës të bukur e të butë. Faleminderit.